Vazhdojnë të vinë histori të rënditse nga Afganistani. Aktualisht vetëm 5% e familjeve kanë ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë çdo ditë, ndërsa më shumë se gjysma e popullsisë është e uritur. Prindrit i shesin vajzat e tyre të mitura për bukën e gojës dhe askush nuk i ndalon, madje as perëndimi i qytetëruar. Protothema greke ka publikuar së fundmi historinë të rënditse të një familje. Kalim, 70 vjeç, ka humbur punën e tij si punëtor që kur talebanët morën pushtetin, dhe që atëherë nuk ka pasur asnjë të ardhur. I vetmi burim ushqimi për familjen e tij është një njohur i cili i jep orizës së patate. Si ai dhe gruaja e tij Jasmin, e cila gjithashtu ka humbur punën si robëshepse, janë sëmurë nga uria. Ai planifikon të shes Nokran, vajzën e tij, brenda një muaji, dhe synon të njoftojë shitjen në komunitetin e tyre. Do të njoftojmë se kemi një vajzë në shitje, thot Alim, duke shpresuar se Zora mund të shitet rreth 960 euro të sjellë atyre ndonjë të ardhur për të ndërhyrë gjallë edhe ca kohë. Si Jasmin, ashtu edhe vajzat e pranojnë vendimin e tij. Nëse dikush na jep diçka për të ngrënë ne ham, përndryshe nuk gjejmë dot ushqim, shton Jasmin. Nuk kemi me çfarë të ngrohemi. Nuk ka rrugë tjetër veçse të shesim vajzën tonë.